Papritma të dëgjuan mbritmat dhe sharjet të tyre. Disa prej milicëve shkuan në katin e dytë të tre duke bërtitur ku i keni meshkujt. Ku është ushtria? Sa e rënd, çfarë ankthi? E kanë morë 3 meshkuj, e kanë rrinë. Njëni së gjithë halja trupit tinaj. Kësoj Basri lutull ma vojnë ja kanë morë dhe burrin. Po që është interesant, kër në këty grupi, aty grupi për zdyti i policie. Ju ka homo s'ga bëni pedal për kënjë shpije, se nuk u zëni. Edhe e kanë fillu me kontrolu, gratë e fëmin. Kjo ka pas, Basria ka pas një fëmi 18 muajsh. Edhe ka fillu me qajt. Njëni sërbi thët, a pjanol zërën, a qëra ta u që po vlenë mi shpëret kusi, që aty ta shti fëmin. E kjo me dërë, thët ja ku mënol brimën, fëmija o sari gati e vdes të tuta për mësë për mene për ma shtë nujt valë. Rëfem shumë i rëndë. Të rëfime e shtese. Për gjithë kënë nuk jenë. S'poku për fëmijët veçle një që ka në mecion më nuk jo me i lexuar. Ndështë është mirë që ne të rinjë ti lexojmë, ti dëgjojmë rëfimet e tilla. Ideja jeme ka qenë, nëse mund në për shkollave të mes me shku me o prezentu këtu, mos me harrua këtë tragedi që ka ndodhur njerëzve tonë, që ka ndodhur ti populle. 27 vite shumë pak kemi punuar. Shumë pak kemi punuar. Shumë pak kemi punuar. 27 vite a lenë Kosovën tonë nuk e dim sa njerëz na kanë vrarë. Me përjashtim që e dim sa ç'duk, po nuk e dim sa njerëz janë vrarë, sa njerëz janë vrarë në këtë luftë, nuk ka një evidencë. Thirrën me një shoqat jashtme të Beogradit, a Kosovë se institucionet tona si shoqëri nuk e kemi në tavolinë një evidencë o vrarë kush aso vrarë çka ka ndodhur. Pra nuk është bërë mjaftueshëm për masakrat në Kosovë. Absolut, jo. As afër, as kemi filluar. Ne u kriju një institut, ka punu disa vite, e kalon, tash u punu një institut, u rej që të ketë sukses, po nuk ka di agjenden, me që 2-3 vjetë që ka fillu punën, s'ka rrit me përfunduar në regjistër për zvronë të Kosovë. Sa është bashkëpunimi institucional, ndoshta me juve, me autor?